Përpjekja e dështuar për të ardhur në pushtet, duke goditur punonësit e rendit, duke djegur institucionet e për më tepër duke përdorur të miturit për të hedhur molotov apo sende të forta mbi punonësit e policisë, që të mos ndiqen penalisht autorët e vërtet, është një akt i turpshëm dhe i dënueshëm. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale, por është gjithashtu një shkelje e rëndë morale. E këtu një rol të posaçëm mund dhe duhet të luajnë institucionet, shoqëria civile dhe vetë familja, për t'i mbrojtur këta të mitur nga përdorimi dhe instrumentalizimi me qëllime të errta të politikës kriminale. Është pikërisht kjo arsyeja përse protestat e Partisë Demokratike janë braktisur masivisht nga qytetarët, duke përfunduar tek një grusht militantësh apo element të paguar për të krijuar skenar imagjinar të një revolte popullore. Kjo është e papranueshme. E drejta për të protestuar nuk është e drejtë për të dhunuar, për të shkatruar, apo aq më pak për të tentuar gjymtimin apo vrasjen e efektivëve të policisë. Ndaj Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Shtetit nuk do të qëndrojnë duar kryq. Autorët e këtyre akteve barbare do të ndëshkohen maksimalisht sipas ligjit. Ubëjthirja e organeve të drejtësisë t'i trajtojnë me përgjegjësi maksimale dhe ligjore këto sulme barbare ndaj uniformës, pas të cilave qëndrojnë padyshim urdhëruesit e fshehur pas imunitetit në drejtimin e Sali Berishës, një dhunues përsëritës i sulmeve ndaj institucioneve dhe rendit kushtetues. Personat përgjegjës duhet të kuptojnë se nuk kanë asnjë mburojë politike mbi kokën e tyre. Kush tenton të vras policin, kush tenton të djeg institucionet, nuk merr as çmimi si terroristi më i mirë, as mirënjohjen e partisë tij, por shkon në burg dhe merr ndëshkimin e parashikuar nga ligji. Sot, solidaritet maksimal për të gjithë punonësit e policisë të plagosur, si dhe për të gjithë kolegët e tyre që dhe një herë më shumë kryen me profesionalizëm detyrën, duke mos rënë pre e një strategjie të qartë terrori përmes provokimit të përsëritur të dhunës dhe gjakderdhjes. Vetëpërmbajtja e forcave të rendit në kushtet më ekstreme është një garanci e jashtëzakonshme për të gjithë qytetarët e ndershëm, që pavarësisht bindjeve të tyre politike, janë të bashkuar në dëshirën për të mos parë dhunë, aq më pak ripërsëritjen e ngjarjeve të mbrapshta përpara syve të tyre. Nuk ka asnjë tërheqje përballë akteve kriminale të një minorance të dhunshme me maska që fshehin fytyrën por nuk mbulojnë dot qëllimin e tyre. Do t'jemi përherë në krah të punonjësve me uniform, gazetarëve dhe njerëzve të medias në krye të detyrës, dhe të gjithë atyre që ushtrojnë të drejtën kushtetuese të tubimit në respekt të ligjit dhe bashkëjetesës në një shoqëri demokratike.